Të nderuar qytetarë dhe qytetare të Ulqinit, të nderuar mysafir, kam kënaqësinë sot bashkë me kolegët e mi t'ju drejtohem të japim një mesazh të fortë qeverisë Malit Zi në krye me kryeministrin Spajić, i cili ka përgatit bashkë me qeverinë e tij një padrejtësi këtij qyteti. Ulqini nuk do të padroj, nuk kam i pranuar kur padrejtësinat. Edhe me dekada janë munduar t'i bëjnë padrejtësi, por ky qytet ka rezistuar gjithmonë. Ju them pse jemi njerëz mirë. Ulqini ka njerëz mirë. Këtu ka tolerancë, këtu ka bashkëjetesë. Ne kemi obligim. Këtë që ka thojnë zotnit, investim, që kemi pas rast mu taku me kryeministrin, kryetari bashkë me disa neve që jemë politik bërsa, na ka treguar një skic, një ide apo vizion, nuk di edhe veç ka të quj. Ka fillu me 30 miliard euro, nuk e din ditë arshëm sa ka me vazhduja ata miliarda. Aq shpejt pigoje të flite, janë shumë jo serioze, një burë shtetit, le të them, që këto 5 vitet e fundit nuk e shoh që një investim ishte pa në Maltëzi. Plazhi i madh, e dim vetë, 13 km, mbi 20 milion metër kvadrat. A dini sa ka vlerën? Kjo qeveri do m'ja falë. Ata 90 vjetë, se s'janë atë lanë, ata dhe ligjet i përzin, me që janë të i përshpejtu takun, se i dihet qëllime që i kajnë. Por na jem të obligum të rujnë bizniset e Ulqinit, ulqinakve, njerëzve që kanë investu, punësun tonë, e janë këtë formë që kanë menu ata. Ku mund e 13 km të jepet këtë qytet mu bajnë Dubai i vogël? Çfarë Dubai i vogël? Ata janë thjesht pralla që jasë shmit ma nuk i kapin. Kur na thojnë s'jeni për investime, shumë gabojnë. Nuk ka qytetar Ulqinit, bare mund këmbinje, që nuk ishë për investime. Ne adim se investime në Ulqin nuk ka pas 30 vjetë. Ne adim se duhet mu valorizu një pjesë. Duhet me disë që edhe pjesa ma madhe ishtë, ose 1/3 ishtë edhe zonë e mbrojtur. Por le t'jepet një pjesë të investohet. Nuk ishte qenë kesh ndërtohet dhe i hotelet një qka, që kështë pas të mirë qyteti, në rritje vendeve punës, qarkullimit malit e kështu rritet edhe standardi jetësor, po janë këtë formë. Në asnjë mënyrë.